Enjte dashi, mund të ndihesh pa durim, por fitoria vjen kur e menaxhon mirë me humorin. Ruaj njerëzit që të japin qetësi dhe largohu për pak nga zhurma. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Demi, qetësia të favorizon dhe të jep mundësi të vendosësh rregull në dashuri. Në dashuri flit me qetësi. Një fjalë ngrohtë mund të ndryshojë gjithë atmosferën. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Pinjakët, mendja të punon shpejt dhe një bisedë mund të hap rrugë në financa. Mos merr vendim vetëm nga dëshira e momentit. Llogarit mirë përpara se të premtosh. Ruaj energjinë për gjëra që kanë vërtet pesh. Gaforja, sot zemra të dërgon drejtimin, por plane personale kërkojnë dhe arsyetim. Një ide lën pezull meriton t'i kthesh më shumë seriozitetin. Mos e mbërso një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Luani, kreativiteti yt është i fortë dhe të ndihmon të gjesh rrugën në rutinë. Ritmi i ditës përmirësohet nëse heq një zakon që të lodh dhe shton një zakon që të qetëson. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Pyetëresha, mos kërko perfeksion absolut. Në vendime mjafton qartësi dhe vazhdimsi. Mos e shtyp pafund ato që e di se është mbyllur. Vendosmëria sot të çliron. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Peshorja, dita favorizon harmoninë dhe bisedat që rregullojnë humorin. Ruaj njerëzit që të japin qetësi dhe largohu për pak nga zhurma. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Akrepi, intuita jote është e fortë dhe të ndihmon të lexosh prapas skenat në dashuri. Në dashuri flet me qetësi. Një fjalë ngrohtë mund të ndryshojë gjithë atmosferën. Ruaj qetësinë për gjëra që në vërtet kanë pesh. Shigjetari, optimizmi të ndihmon, por financat duhet të jenë në plan konkret. Mos merr vendime vetëm nga dëshira e momentit. Llogarit mirë para se të premtosh. Mos e vlerëso një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Pritsjapi, disiplina jote jep rezultat, veçanërisht kur bëhet fjalë për plane personale. Një ide që e ke lënë pezull meriton t'i kthehet me më shumë seriozitet. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Ujori, mos u shkëput nga realiteti. Në rutinë duhen hapa të zbatueshëm. Ritmi i ditës përmirësohet nëse heq një zakon që të lodh dhe shton një zakon që të qetëson. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Peshi, dita të sjellë frymëzim dhe një qetësi më të thellë për vendime. Mos e shtyp pafund ato që e di se mbyllet. Vendosmëria sot të shqiron. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.